E kam edhe një pyetje të fundit, sepse jemi ofru drejt fundit. Ka shumë fëmijë që thonë gjatë kohës kur po luaj, gjatë aktivitetit sportiv, po më kërset gjuri. Çfarë simptome është kjo? Është diçka alarmante? Jo, nuk është alarmante. Ka shumë fëmijë që ju ndodh kjo. Kjo ndodh zakonisht te fëmijët që janë më elastik. Për shkak që kapaku i xhunit përkohet në pjesë të ndryshme, edhe ndjen kërcitje, nuk është për mu shqetësu, po duhet shumë me ushtru për mi forcu masën muskulare dhe i harron atëherë to kërcitja. Domethënë nuk është diçka si shenjë që mund ta lëndosh ose Jo, nuk është shenjë që mundet mu lëndu, po gjithmonë duhet mu ushtru që mi forcu muskujt që me harru do të qatë pjesën e kërcitjes. Kjo është shumë mirë, sepse na është dime, shqyr që shqetësohemi e shkojmë marrim mendim, po prapë se prapë është mirë që mos bëjmë panik, pa nevojë. Jo, gjithmonë mendimet mi marr prej profesionistëve. Absolutisht. Kjo është më e rëndësishme, se ka njëherë i marrë mendime prej të tjerëve, por realisht jo, nuk është sot mjek ka në çdo cep kemi mjek, nuk do thotë që duhet me ardhë patjetër në rejallë, po ku do me marrë një mendim të një mjekut e shef. Ka nevojë, s'ka nevojë, edhe ajo është do thotë ma drejta. Absolutisht që po.